Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Fillimisht një herë dua t'ju përshëndes të gjithëve, duke ju uruar që të keni sot një të diel të bukur, një të diel me energji pozitive dhe sidomos ju ndjekës të këtij reality show siç është Big Brother, të merrni më të mirën e saj. Çfarë po ndodh në këtë shtëpi? Domethënë debatet janë shumë të zjarrta, diskutimet janë me zëra, me tone shumë të larta dhe në fakt nuk po dim se nga cila anë të mbajmë. Të gjithë banorët janë duke luftuar që të kapin prajmin, që të jenë në qendër të vëmendjes, që të shndrohen në lider, apo qoftë të bëjnë skena edhe tepër të dukshme në fakt, që janë skena vetëm e vetëm për të marrë, domethënë, vëmendjen. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë shumë e nxehtë brenda shtëpisë së Big Brotherit, mes Stenaldos, Rogertit edhe Malit. Stenaldo dhe Mali janë kapur për një gjëje te Rogerti që në fakt unë e dija që banorët do ta shfrytëzojnë këtë gjën. Domethënë Rogerti në 2 pika të lojës së tij, në 2 raste, ka thënë që do të largohem nga shtëpia Big Brotherit. Edhe në momentin kur Livia u largua, edhe në momentin kur Marko doli mbrëm. Por vetbesimi i Rogertit për të dalur nga shtëpia dukeshte nga ekrani që domethënë ishte vetëm një muhabet kot dhe nuk ishte një gjë që Rogerti do ta bënte. Dhe nuk e kuptoj pse një lojtar, i cili është lojtari më i fortë brenda asaj shtëpie, lojtari që i ka dinamikat më të forta, lojtari që i ka diskutimet më të forta, domethënë bie në nivelin e këtill. Domethënë pse nuk e luan lojën me fortësinë që ai ka, sepse Rogerti ka një kapacitet jashtëzakonshëm për të përballuar të gjithë lojën aty brenda, domethënë gjitha debatet më të forta, gjitha diskutimet më të forta, gjitha urrëtiet më të mëdha brenda asaj shtëpie, Rogerti i ka vet i përballon me të gjithë banorët. Tani, nata e mbrëmshme pati disa provokime njerë si fillim, le të jemi të sinqert, nga ana e Stenaldos, i cili e provokoi Rogertin si fillim duke ia rrëzuar valixhe në dhomën e gjumit. Domethënë Stenaldo, së bashku me Selin, i ra valixhes së Rogertit dhe e gjuajti në tokë, teksa ato të dy bashk po diskutonin për lojën dhe Stenaldo i thonte që ti nuk je burr dhe nuk e mbajte fjalën që të largohesh nga shtëpia e Big Brotherit. Nuk e besoj që Rogerti, këto lloj muhabetesh ua bën me kastile banorëve që ato t'ia përdorin. Po domethënë është ajo ndjenja e atij që unë dua të dal me Markon se e kisha mik etj etj etj, po realisht nuk e bënte dot kurrë. Më pas domethënë Rogerti u mundua që ta gjua në tokë në një farë mënyre Stenaldon, sepse në 2-3 pika domethënë shkonte dhe e prekte me dorë, e shtynte dhe Stenaldo normalisht dorëzoi në qoftë se nuk e mbante Selina, por vend për të kaluar kishte jashtëzakonisht shumë. Domethënë e pash që Rogerti ishte aq i mllefosur, ishte aq i inatosur, ndoshta edhe pse po i dalin miq të afërt të tij se në 2 prajme domethënë largohen nga shtëpia njerëz të Rogertit që automatikisht domethënë kjo është një kërcënim shumë i madh për Rogertin dhe për grupin e tij, sepse grupi i Rogertit shoh një kapacitet jo të fortë Rogertit për t'i mbajtur në lojë dhe në këtë rast domethënë Rogerti ishte tepër i inatosur, domethënë tepër i mllefosur dhe këtë inatin e tij e nxirrte edhe me prekje fizike që realisht në Big Brother është ndaluar. Tani çfarë ndodh? Domethënë Mali dhe Stenaldo nuk ndalonin së provokuari, së ofenduari. Domethënë mbrëm janë përfshirë jashtëzakonisht shumë në lojë. Ka qenë një vendim i të dyve, domethënë për të provokuar grupin e Rogertit, konkretisht Rogertin apo jo, por domethënë situata doli krejtësisht jashtë kontrollit. Teksa Rogerti futeshte në banjo për të kryer nevojat e tij, Mali thjesht luajti pak derën. Po nuk është se e goditi Rogertin. Nuk e goditi, Rogerti e goditi vetë derën me kokë edhe u rrëzua në tokë, domethënë bëri ca skenare. Por ajo që në fakt unë vërejta tek banorët është mosbesimi i madh
që kanë kundër drejt Rogertit se asnjë nga banorët nuk ju afrua Rogertit qoftë edhe për ta pyetur se çfarë ndodhi apo si e, sepse jam shumë i bindur që siç e pam ne dhe kamera nuk e pan banorët e tjerë sepse ishin duke diskutuar, ishin duke komentuar me njëri tjetrin. Dhe aty e pash që, domethënë aty e nënkuptova që banorët nuk e duan fare Rogertin dhe mendoj Rogerti nga këto provokime që i bën vetë, sepse Mali nuk e preku fare me derë, domethënë ishte skenari që Rogerti përgatiti, le të jemi të sinqertë, ishte skenari që Rogerti e bëri që për mendimin tim nuk janë skenare të një lojtari të fortë, po e shikoj pak Rogertin që domethënë është përfshirë tepër në lojë dhe ndonjëherë nuk di se çfarë bën, domethënë bën ca skenare aq amatere, sa që domethënë duken që nga avioni, realisht. Por Rogerti me këtë gjë duhet të kupton që domethënë asnjë nga banorët, qoftë edhe ato miqtë të tij të afërt përpost Juelës, e cila e ngriti zërin, nuk ju afruan Rogertit afër. Si do të vazhdon kjo lloj marrëdhënie? Domethënë e shoh Stenaldon që ka përzgjedhur që të provokoj banorët, konkretisht të provokoj Rogertin në format më të forta të mundshme, domethënë vetëm të provokoj, që Rogerti të deli jashtë kontrolle. Tani, nata e mbrëmshme ishte pak natë tensioni, ishte pak natë kërcënimesh, le ta themi. Dhe e pash Rogertin që nuk mundi dot që ta kontrollon veten, pasi që edhe preku me dorë, domethënë e humbi kontrollin e vetes në një mënyrë, në një pikë. Loja po tensionohet, hyrje të reja shumë të fuqishme me sa i shoh, domethënë po sjellin një farë lloj kërcënimi, banorët janë shumë në tension, Rogerti nuk matet atë se çfarë po e flet. A do të vazhdoj Rogerti të jetë i ktill? A do të mundet Rogerti ta përballoj këtë lojë pa bërë gabimin që të prekën njërin prej banorët, sepse nata e mbrëmshme për mendimin tim ishte e tëra një skenar tepër i lexuar që Rogerti bëri kundër drejt Malit. Mali është një banor i fortë, nuk është banor i thjeshtë. Mali domethënë ka një lloj loje të guximshme, është domethënë ka qëndrim të fortë gjatë diskutimeve, nuk është se i largohet gjës, e çon gjën deri në fund dhe normalisht kjo krijon një lloj presioni tek banorët që edhe nuk mund ta përballojnë siç Rogerti mbrëm, domethënë po tentonte që të del nga vetja. Do shohim se si do vazhdon marrëdhënia me Stenaldon, nuk e pres që të jetë një marrëdhënie shumë e mirë, nuk e pres që të jetë një marrëdhënie e qartë mes njëri tjetrit, por do të shohim se çfarë do të ndodh, si do të shkojnë gjërat dhe dua ta marr mendimin tuaj si u duken këto aktrimet e Rogertit vetëm për të fituar pak vëmendje, vetëm për të dalë pak në prime, edhe pse u duk qartë azi që Rogerti u ngjit vetë tek dera.